Qeni teme mirë, në 96% të familjeve në Kosovë gatimin e bojnë gratë. Kuptuat këtë mesatare kemi prish për 8 mars, dhe për ato situata na duket pak më ndryshe, por kur u hulumtu nuk ish. Kur sërish vjen marsi, sërish e kallim malin. Këshire, kur një popull primitiv i kall pyjet e veta, çdo vet kjo nuk do duhet ishte lajm. Për to edhe nuk jemi ka e trajtojmë si lajm, veç po e themi që shkatrimi i pyjeve është ka shkatron shëndetin tonë në një zinxhir shumë interesant. Kjo edhe me përqindjet grave që gatujnë, s'kish qenë as drastike, sikur të mos i shtoheshin dhe një dytë dhëna tjera së fundit përpunuara nga Instituti Atlas. Gjysma e këtyre grave i kalojnë 3 orë çdo ditë pranë një stufe me dru. E përveç shpive që përdorin drut për gatim edhe për ngrohje, një edhën tjetër drastike është se gati 90% e shkollave në Kosovë ngrohen me druj. 9 prej 10 shkollave ngrohen me dru. Pra, përveç mësuesve të këqij, infrastrukturës keqe edhe ajrin në shkolla e kemi shumë të keq, ma ne prap çuditemi pse fëmijët kthehen prej shkollave ma tupa se që kanë shku atje. Sipas inventarizimit nacional të pyjeve, Kosova i ka 480.000 hektar pyje, opose dikun 45% të teritorit venit është teritor pyjor. Mirë po, për jashto pandemin, çdo vit në Kosovë janë prej nërmjet 10 edhe 20.000 metra kub dru jashtë ligjshëm. Pse nuk e dim sakt këtë shifër, që njeri? Dhe nuk kemi një teknologji, le të themi, bazuar në dron që mund të bëjmë një përllogaritje të saktë, sepse ne e dim që një numër i madh i familjeve në Kosovë e përdorin drurin për ngrohje. Demek, secili produksion i dasmagjive t'i qënë dronat hava edhe kur vjen nusja, edhe kur vjen ajo shoqja ngushtë e nusës, ama agjencia pyjeve s'ka dron me matë shkatrim të pyjeve. Hajde që drën nuk paska, a ka njerëz? Që tjetëri? Gjithë kjo hapësirë mbikëqyret nga vetëm 8 roje. Ky numër i rojeve nuk e plotëson kriterin e përcaktuar me udhëzimin administrativ të Ministrisë së Bujqësisë. Drën nuk ka, njerëz nuk ka. A ka spaku dënime për këta që i shkatrojnë pyjet kur do që kapën? Që njeri prapë? Sillen duke filluar nga 100 euro, 200 euro, 300 euro, 400 euro. Po, edhe është një dënim të jetë i ullt në krahasim me dëmin që shkakton ai person. Edhe e kemi ngritur këtë edhe në takimet e task forces, që është një trup i themeluar me vendim të qeverisë para 2 vitesh. Është një rast në Gjilan që s'munësh me trillu edhe me dash. Një tip është zonë që i ka prit 33 metra kub dru. 33 metra. Domi 4.500 euro. Dënimi 400 euro. S'munët mu trillu kjo. Duhet me qenë situata që i dëtike për me ndodh, për me raportu. Tash keni me thonë me prej malin është një gjë, me kall malin është tjetër. Edhe për këtë punë ka pak statistika, ama janë drastike. Mrena 9 mujve, me 2024, rreth 700 hektar pyje janë shkatru nga djegja. Pas pandemis, brenda një viti policia mesatarisht i raporton 250 deri në 350 rastet vjedhjes pyjeve. Gati njën ditë. Mirë po, përveç 5-6 rasteve në vit të shkatrimit të pyjeve, përmi këto 250 deri në 350 të vjedhjeve. Termocentralet vazhdojnë me qenë dot si madh. Shkolla e sëmundive të organeve të frymarrjes është dukshëm e lartë se mesatarja e Bashkimit Evropian, ajrin nashta veç Maqedonia e Veriut e ka ma të keq, veturat i kemi të vjetra, ngrohim e gatuim me dru, edhe përmi krejt këto i shkatrojmë pyjet ku të mundemi. Krejt këta janë faktorë që janë kanavrosin gjithve nga dal. Kjo bën që soher të ketë shi, të ketë vërshime, kur ka vërshime shkatrojnë shpite, pronat, ma ne konstatohet që shpite dhe pronat i kemi pa leje, nëse kjo na qëtë në tjetër temë të mirë. Në thelb, shkollat e këqija, spitalit e këqija dhe gjykatat e këqija janë ka lejojnë edhe keqësimin e ambientit. Kjo ka me na e keqësu jetën aqë shumë, so që s'ka kutit votave asë në Vushtri, asë në Vizbaden, që na e kompenzën.